Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Ambasadori i BE-s në Tiranë kërkon nga Shqipëria të përshpejtojë reformat, mbyllja e grup kapitujve deri në vitin 2027 është një objektiv i arritshëm. Zhvillohet në Bruksel konferenca e 5 ndërqeveritare në tryezë grup kapitulli 3 i negociatave për ekonominë, punësimin dhe arsimin. Berisha deklaron se Partia Socialiste përdori skemën e trenit bullgar në Elbasan për manipulimin e rezultatit. Kreu i PD kërkon qeveri teknike. Një shtetas maroken dhe një person tjetër shpallen në kërkim për vrasjen e 29 vjeçarit në Durrës. Dyshohet se ndihmuan autorët kryesor të krimit. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, ka apeluar që Shqipëria të përshpejtojë reformat. Sipas diplomatit, mbyllja e të gjithë grup kapitujve deri në vitin 2027 është një objektiv i arritshëm, por Gonzato thotë se një tjetër pikë ku vendi ynë duhet të punojë më shumë është reforma industriale. Teksa në Bruksel mbahet konferenca e 5 ndërqeveritare për të hapur grup kapitullin e radhës për Shqipërinë, ambasadori i BE-s nënvizon nevojën që reformat të vijojnë me ritëm që antarësimi i vendit tonë të ndodhë brenda vitit 2027. Procesi i integrimit padyshim që po përshpejtohet dhe është e vërtet që ne ndajmë qëllimin ambicioz të mbylljes së negociatave të pranimit deri në fund të vitit 2027. Por, për të arritur këtë afat kohor, duhet të intensifikojmë ritmin e reformave, veçanërisht në rajon, në konsolidimin e rezultateve të zbatimit të ligjit, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në promovimin e të drejtave themelore. Por sigurisht që duhet të rrisim edhe përpjekjet për të siguruar që këto negociata të jenë transparente dhe gjithëpërfshirëse, sepse nevojitet një qasje plot shoqërore për një proces të vërtet transformues. Në vijim të reformave që duhet të bëjë Shqipëria, Bashkimi Evropian kërkon edhe transformimin e zonave industriale. Reforma industriale është një element kyç i sesionit tuaj, duke i mundësuar Shqipërisë të konkurrojë në mënyrë efektive, pasi të jetë brenda tregut të brendshëm të BE-s, duke kaluar nga metodat tradicionale të prodhimit në prodhim digjital. BE është me Shqipërinë në çdo hap, teknikisht dhe financiarisht. Për reformën industriale, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Korporata Ndërkombëtare Financiare, pjesë e Bankës Botërore, firmosën një marrëveshje që do të përmirësojë zonat industriale si ish metalurgjiku dhe kombinati, po ashtu reforma do të zhvillojë parqet e reja në përputhje me standardet mjedisore të BE-s. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian zhvilluan në Bruksel konferencën e 5 ndërqeveritare. Në tryezë ndodhet grup kapitulli 3 i negociatave që përfshin ekonominë, transformimin digjital, punësimin dhe politikat arsimore. Delegacioni shqiptar i kryesuar nga Ministri i Punëve të Jashtme Igli Hasani udhëtoi drejt Brukselit për të marrë pjesë në konferencën e 5 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Takimi 5 shërbeu për të hapur negociatat me Shqipërinë mbi grupin 3 të titulluar Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, duke përfshirë kapitullin për transformimin digjital dhe media, taksimin, politika ekonomike dhe monetare, politika sociale dhe punësimi, politika e ndërmarrjeve dhe industriale, shkenca dhe kërkimi, arsimi dhe kultura, si dhe bashkimi doganor. Konferenca e 4 ndërqeveritare u mbajt më 14 prill në Luksemburg, ku u hap grup kapitulli për tregun e brendshëm. Në tetor të 2024, gjatë kohës që Hungaria mbante presidencën e BE-s, u hap grup kapitulli i parë dhe më i rëndësishmi, kapitujt themelor që prekin drejtësinë, administratën e shtetin e së drejtës. Por në çfarë hallkash ka kaluar procesi që nga 24 prilli i vitit 2009, kur Shqipëria drejtoi kërkesën për antarësimin në BE? Më 9 nëntor 2010, Komisioni Evropian lëshoi opinionin e tij mbi kërkesën e Shqipërisë për antarësim në BE. Komisioni vlerësoi se përpara se negociatat e pranimit të hapeshin zyrtarisht, Shqipëria duhej të arrinte ende një shkallë të nevojshme të përputhshmërisë me kriteret e antarësimit, veçanërisht për të përmbushur 12 prioritetet kryesore të identifikuara si opinion. Në tetor 2012, Komisioni Evropian rekomandoi që Shqipërisë t'i jepej statusi i vendit kandidat, me kusht që të përfundojnë masat kryesore në fushat e reformës gjyqësore dhe të administratës publike dhe të rishikohet rregulloria e procedurave parlamentare.
Shqipëria mori statusin e vendit kandidat për NBE në qershor të vitit 2014, e që nga ajo kohë vijon përpjekjet për të arritur finalizimin e antarësimit brenda vitit 2030. Objektiv ky i mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian, ndërsa qeveria shqiptare shpreson të mbyllë të gjithë grup kapitujt deri në vitin 2027. Sali Berisha tha këtë të njëjtën se Partia Socialiste përdori skemën e trenit bullgar edhe në Elbasan. Ai bëri publike edhe një video që tregon një grumbull me flet votimi dhe lista zgjedhësve në një lokal. Sipas liderit demokrat, këto shkelje tregojnë se Rama i voti zgjedhjet. Partia Demokratike akuzoi mazhorancën se në zgjedhjet e 11 majit përdori skemën e trenit bullgar për të deformuar rezultatin qarkun e Elbasanit, duke kërkuar qeveri teknike e zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Kandidati i PD-s në këtë qark, Bledi Himçi, shkoi sot në një lokal në fshatin Pekisht, në pronësi të kryeplaku Dervish Beqiri, vëzhguesi i Partisë Socialiste në 11 maj, ku ka gjetur flet votimi, lista zgjedhësish e një sasi parash, euro dhe pound. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i shoqëruar nga Tomora Lizoti e Bledi Himçi, treguan pamjet e filmuara në këtë lokal duke pretenduar se të gjitha këto materiale janë përdorur për të blerë e kontrolluar votën. Kjo është tovolina e krimit elektoral. Këto janë listat, janë 117 flet lista votimesh me vula. Kriminali në krye të bashkisë është furnitori i kriminalëve të tjerë për të realizuar trenin bullgar në mënyrën më antiligjore, antikushtetuese. Treni bullgar është një metodë e përdorur në Bullgari në vitin 2009, e sipas kësaj metode jashtë qendrës së votimit i jepet zgjedhësit një fletë e plotësuar, duke i kërkuar të hedhë në kuti këtë fletë votimi e të nxjerrë jashtë fletën që i ka dhënë komisioni të paplotësuar, duke krijuar kështu zinxhirin e kontrollit të votës. Partia Demokratike deri më tani ka denoncuar se kjo metodë është përdorur në Tiranë, Fier dhe Elbasan. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhje, zgjidhja është emergjente, krimi i qeverisë teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Për këtë rast, Partia Demokratike thirrri policin, por nuk ka shkuar të bëjë denoncim në SPAK, pasi sipas Berishës, prokuroria e posaçme arkivon çdo dosje për qeverinë. E kanë marrë vesh çdo shqiptar që ata i fusin turshi. Ate kanë hapë ca kazanat mbaj që i fusin turshi, çdo dosje për qeverinë e fusin turshi ata. Kryetari i PD-s Berisha akuzoi SPAK-un edhe për operacionin Uras, zhvilluar një ditë më parë, pasi sipas tij prokuroria e posaçme qëllimisht e shtyu nisjen e operacionit pas së zgjedhjeve për t'u dhënë kohë bandave të ndikonin në rezultatin e 11 majit. Pretendimet e opozitës për titërsim të vullnetit të qytetarëve, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve i quan të pabaza. Ilirian Celibashi thotë se është i gatshëm të ofrojë të gjitha provat që sipas tij vërtetojnë integritetin e procesit të 11 majit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka hedhur poshtë akuzat e kryedemokratit Sali Berisha për ndërhyrje dhe titërsim të votave gjatë procesit zgjedhor. Gjatë një konferencë për media, Celibashi ofroi garanci të plotë të procesit. Çfarë është zhvilluar nën përgjegjësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jap garanci të plota që standardi, integriteti i asaj çfarë është administruar nga KQZ është i plot. Kemi të gjitha provat, jemi të gatshëm dhe jemi në gjendje të japim përgjigje çdo lloj kërkese dhe çdo lloj pretendimi për çdo aspekt të cilën KQZ e ka patur nën autoritetin dhe nën përgjegjësinë e vet. Pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është përballur me sulme kibernetike të njëpasnjëshme, komisioneri siguroi se nuk është impaktuar sistemi. Të gjitha nga jashtë. Dhe kanë qenë të krahasueshme me sulmet që kanë patur edhe vende të tjera për situata të ngjashme si Franca, Gjermania apo Estonia. Celibashi dha disa të dhëna edhe për votën e diasporës, sipas të cilit vota u shpërndan në 85 shtete të botës, duke përjashtuar vetëm 16 zgjedhës në Rusi. Blendi Gonxha tha këtë të njëjtën se mbështetja masive me votë në 11 maj nuk ka asnjë lidhje me aludimet se ai synon postin e qytetarit të parë të Tiranës. Sipas tij, bashkia e ka kryetarin e saj dhe të gjithë duhet ta mbështesin në këtë periudhë që po kalon.
Pasi rezultoi kandidati më i votuar nga listat e hapura të Partisë Socialiste, Blendi Gonxha tha se ky votbesim duhet përkthyer në punë për qytetarët. Ndjenjë shumë e madhe përgjegjësie, një barë e cila të rëndon shumë më tepër se sa po të mos isha kandidati më i votuar. Pra, nuk diskutohet që është një barë shumë e madhe, është një gëzim, është një kënaqësi, është një kënaqësi kur shikon rezultatin, por nga ana tjetër është automatikisht një përgjegjësi shumë e rëndë, shumë e madhe, e cila duhet të përkthehet menjëherë në përveshje vëngësh për punuar. Besimi që qytetarët i dhanë me votë Blendi Gonxhës është lidhur edhe me mundësinë që në të ardhmen e afërt ai të jetë kandidat për kryetar në Bashkinë e Tiranës, por vetë Gonxha e mohon diçka të tillë. Bashkia e Tiranës zyrtarisht ka kryetarin e vet dhe ka datën e vet të zgjedhjeve në kohën e vet, mendoj që nuk ka lidhje me këtë gjë. Natyrisht pritshmëria shumë pozitive e kryeqytetasve në këtë rast e qarku Tiranë, e thash të mbush me kënaqëri, por që nuk shoh lidhje direkte me Bashkinë Tiranë. Bashkia e Tiranës është organi i qeverisës vendor më i rëndësishëm në rang republike dhe që ndikon në jetën e një numri të jashtëzakonshëm qytetarëve tanë dhe që ne duhet jemi akoma dhe më të vëmendshëm dhe akoma më solidar me Bashkinë Tiranë për çdo problematikë dhe për çdo situatë që lidhet me punë dhe projektet e Bashkisë Tiranë. Në zgjedhjet e 11 majit, Blendi Gonxha garoi në listë hapur për qarkun Tiranë dhe siguroi 24.802 vota, duke hyrë kështu në parlament si deputet. Policia ka ushtruar kontrolle në porte për të goditur futjen ilegale të parave të përfituara nga aktivitetet kriminale. Masat vinë një ditë pasi antimafia italiane dhe SPAK finalizuan operacionin Ura, që fundosi një nga organizatat më të mëdha të trafikut të drogës në Durrës. Një ditë pas mega operacionit Ura në portin e Vlorës po merren masa dhe kontrolle të imtësishme. Pas aksionit antimafias italiane në bashkëpunim me SPAK, rezultoi se nëpërmjet portit të Vlorës dhe atij të Durrësit kishte kalime të vlerave monetare të palishme nëpërmjet shoqërive të transportit. Në të paktën 40 raste nga viti 2020 deri në 2025, mafia shqiptare ka bashkëpunuar me atë italiane për të trafikuar tonelata të tëra kokainë dhe heroin, dhe epiqendra e aktivitetit kriminal ka qenë pikërisht Durrësi, ndërsa operacioni ushtri edhe në Vlorë, Fier e Tiranë. Në konferencën për mediat që prokurorët italian së bashku me ata të SPAK mbajtën një ditë më parë, u bë me dije se ishte goditur një prej organizatave më të fuqishme kriminale në Durrës, si dhe 2 grupe të tjera me qendër në Barit të Italisë. GKK dhe Gjykata e Barit konfirmuan 52 masa sigurie, 49 prej të cilave arrest në burg, ndërkohë që vijojnë kërkimet për të gjitha ata persona ndaj të cilëve nuk është ekzekutuar ende masa e sigurisë. Po ashtu janë sekuestruar disa shoqëri tregtare, ndërsa dokumentimi i aktivitetit kriminal të tyre është provuar edhe nga komunikimet në Sky ECC. Nga operacioni janë bllokuar 11.5 milion euro dhe asete të tjera. 2 persona janë identifikuar dhe shpallur në kërkim për vrasjen e 29-vjeçarit Ermir Dedja 2 ditë më parë në Durrës. Sipas policisë, ata ndihmuan autorët kryesor të krimit, ndërsa rezulton të jenë larguar jashtë shtetit. Policia ka shpallur në kërkim 2 persona për vrasjen në Durrës të 29-vjeçarit Ermir Dedja. Sipas burimeve nga verifikimi i sistemit Teams, rezulton se ata janë larguar jashtë vendit. Policia dyshon se këta persona kanë luajtur një rol të rëndësishëm në sigurimin e mjeteve dhe kushteve të nevojshme për autorët e krimit, përfshirë edhe mjetin që u përdor në atentat. Njëri prej personave të kërkuar është shtetas maroken. Rezulton se një ditë para ngjarjes ai ka sjell makinën e krimit nga jashtë përmes portit të Durrësit dhe më pas është larguar sërish. Nga ana tjetër, autorët e dyshuar të ekzekutimit janë 2 persona të tjerë. Nga automjeti i djegur në zonën e Gërdecit, ekspertët e kriminalistikës kanë arritur të sigurojnë disa prova të cilat janë dërguar për analizë në laborator. Për shkak të përfshirjes së viktimës në aktivitete kriminale gjatë viteve të fundit, janë ngritur disa pista hetimore që po shqyrtohen nga policia për të përcaktuar motivin e saktë të ngjarjes. Ermir Dedja u qëllua për vdekje në orët e vona të mbrëmjes së 20 majit, ndërsa ndodhej në shoqërinë e 2 personave të tjerë. Ai mori 2 plumba, njëri prej të cilëve e kapi në gjoks, gjë që i shkaktoi vdekjen e menjëhershme. 29-vjeçari me origjinë nga Shqia, ku kishte jetuar kohët e fundit në Gjermani, ku mendohet të jetë përfshirë në aktivitete të jashtëligjshme.
Këto të enjte është zhvilluar seanca e parë e gjyqit për dosjen 5D. Të pandehur në këtë çështje janë ish drejtorët e Bashkisë Tiranë, Redi Molla, Mariglen Qato, Taulan Tushe, si dhe 4 njerëz të tjerë. Një zëri avokatët e tyre kërkuan gjykim të shkurtuar, por tokat e zeza e refuzuan. Molla dhe Qato janë në akuzën për 3 vepra penale: korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Ky shërbeu si argument për avokatët e tjerë që të kërkojnë për klientët e tyre ndarjen në çështjes, kërkesë që nuk u mor parasysh nga gjykata. Tushe së bashku me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dyshohen për shkelje të barazisë në tendera. Sipas SPAK, shoqëria 5D është zëtuar nga Mariglen Qato e Redi Molla në shkelje të ligjit, pasi duke përdorur kompaninë e tyre, ata jepnin tendera vetes. SPAK ka zbuluar se përmes kompanisë 5D nga dhënia e 12 tenderave janë përfituar rreth 193 milion lek. Pas një ndërhyrje kirurgjikale në zemër është ndarë nga jeta në moshën 58 vjeçare në Gjermani shkreu i kadastrës shqiptare Artan Lame. Ai njihet për angazhimin e tij politik në Partinë Socialiste, ndërsa gjatë karrierës ka mbajtur postin e zëvendës ministrit të turizmit dhe nënkryetar të Bashkisë së Tiranës. Po ashtu Lame ka drejtuar edhe Agjencinë e Kadastrës dhe të Legalizimeve. Artan Lame ka spikatur edhe si publicist, opinionist dhe studiues i historisë shqiptare. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama shpreh keqardhjen e tij për ndarjen nga jeta të Artan Lames, ndërsa i shpreh ngushëllime familjes dhe të afërmëve të tjerë. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.